Alban Voda, Dition Memlika dhe Naim Avdullah janë 3 ish komando të cilët kanë shërbyer në Irak dhe Afganistan, por që sot janë pashekurave pasi akuzohen për vrasje të grabitje. Është kjo historia e ish komandove të cilët me dëshirën e tyre janë liruar nga ushtria dhe më pas kanë ndjekur rrugën e krimit. Alban Voda është emri më i fundit nga radhët e ish komandove, i cili i preu kokën një fshinjit të tij, 65 vjeçar. Ai kishte 3 vite që ishte kthyer nga Afganistani, po në 2017 2 ish komando të tjerë janë arrestuar, Dition Memlika dhe Naim Avdullah, ishin pjesë e grupit që grabitën rreth $3.2 milion pranë qafës së Kasharit. 2 ish komandot që kanë qenë pjesë e trupave paqëruajtëse jashtë Shqipërisë kishin rolin e informatorit dhe tashmë janë pashekurave. Jo vetëm 3 rastet e muajit të fundit, por edhe ish komando të tjerë kanë ndjekur botën e krimit. Në nëntor të 2016-s, Medat Hasani u zbulua se ishte pjesë e ISIS dhe do kryente akte terroriste në Shqipëri, pikërisht në ndeshjen ndaj Shqipërisë. Edhe Medat Hasani ishte ish komando. Ndërkohë në vitin 2014, prokuroria zbuloi se Leonard Përlika, Artur Balla, Diamant Rasha dhe Erion Aliaj, të 4 ish komando, kanë qenë pjesë e një celule e cila luftonte për ISIS. Gjithashtu në vitin 2014 u arrestuan 3 ish komando të tjerë, Frank Kola, Cleo Gjinkola dhe Alban Donaj, pasi kishin krijuar një grup që prodhonte dhe trafikonte mina me telekomand. Në 2013, ish komandoja Aldo Morina u arrestua pasi vrau një taksist, po në 2013 u arrestuan Driçim Balla, i cili vrau një 33 vjeçare dhe plagosi një tjetër person në një lokal. Në 2011 u arrestua dhe Kujtim Çeliku, i cili kishte kryer më shumë se 4 misione në Afganistan dhe Irak. Ai grabiti unaza një biznesmeni të cilat kapnin një vlerë prej 200.000 eurosh. Shumica prej ish komandove ndodhen në burg, por bie në sy fakti se ata kanë zgjedhur të largohen me dëshirë nga ushtria.